Po, lajmet janë vërteta. Shikori, nuk është, e vërteta është që nuk është hera e parë që jam në këtë situatë. E ngjashme, një gjë e njëjtë ka ndodhur edhe 5 vite më parë, në 2020-ën. Ndarja e moderatores Neda Balluku nga bashkëshorti i saj, Ogren Balluku, vllai i zëvendës kryeministres Belinda Balluku, ka rikthyer sërish në fokus historinë e çiftit, këtë herë për shkak të zhvillimeve të reja ligjore që kanë pasuar divorcin e bujshëm. Në ndaljen e saj të parë publike pas ndarjes, Neda Balluku pranoi se marrëdhënia e tyre kishte qenë e shënuar nga kriza të përsëritura ndër vite. Ajo zbuloi se një situatë ngjashme ishte përjetuar edhe në vitin 2020, por atëherë kishin vendosur të vazhdonin bashkë për hir të familjes dhe fëmijëve. Sipas saj, vendimi për të qëndruar kishte ardhur nga dëshira për stabilitet familjar, duke theksuar se edhe po të kthehej pas në kohë, do të vepronte sërish njësoj. Historia e çiftit nisi në vitin 2010 gjatë edicionit të 4 të Big Brother Albania, ku të dy morën pjesë si konkurrent. Lidhja e tyre u shndrua shpejt në një nga romancat më të komentuara të asaj kohe, ndërsa në vitin 2015 ata e kurorzuan marrëdhënien me martesë. Nga kjo lidhje kanë ardhur në jetë 3 fëmijë, 2 djemë dhe 1 vajzë. Më 16 janar 2026, gjykata e shkallës së parë e juridiksionit të përgjithshëm Tiranë lëshoi një urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje në favor të Neda Ballukut për shkak të dhunës së pretenduar nga bashkëshorti. Pak ditë më vonë, Ogren Balluku paraqiti një kërkesë të ngjashme, duke pretenduar se ishte subjekti i dhunës verbale, psikologjike dhe sipas tij edhe fizike, si dhe i kërcënimeve dhe përndjekjes. Megjithatë, gjykata e Tiranës rrëzoi kërkesën e tij për urdhër të menjëhershëm mbrojtjeje. Nga ana tjetër, Neda Balluku i mohoi kategorikisht akuzat, duke deklaruar se ish bashkëshorti e pengon në mënyrë të vazhdueshme të takojë fëmijët, e ofendon dhe i manipulon ata kundër saj. Ajo theksoi se disponon prova dhe dëshmitar që, sipas saj, mbështesin pretendimet e ngritura në procesin gjyqësor, ndërsa betejë ligjore për kujdestarinë e fëmijëve vijon.